të klasifikuara të NATO-s me skandalin që ndodhi me Akshin. Kjo është nga rastet që t'jepte përgjigje pyetjes që dhe kjo pse intereson ata për Shqipërinë. Natyrisht që ka bërë që ata të zgjohen dhe të shikojnë që ndoshta dhe kjo monster e Frankensteinit që ata kanë ndihmuar të krijohet për gjatë dekadës së fundit, ta shikojnë si është në realitet dhe ta shikojnë që është duke dëmtuar ata vetë tashmë. Dhe unë ndaj them për ta përmbyllur që ne nuk jemi më në çështjet e korrupsionit në Shqipëri. Korrupsioni galopant e tjerë me radhë që kemi diskutuar për mbi një dekadë. Po këtu kemi kaluar në një fazë tjetër dhe kjo ka tërhequr vëmendjen e partnerëve ndërkombëtar. Këtu do ndalem te kjo fazë tjetër. Dhe kur kanë parë provat se si është situata në të vërtetë, natyrisht që ata janë bënë lëvizje. Ti ke një dokument aty që unë nuk e di se çfarë është, po duke pasur parasysh këtë që ne po analizojmë tani, pra që ti thua, kjo është një fazë tjetër, kjo është totalisht një fazë tjetër. Paralajmërimet duke se po vinë nga të gjitha anët, në nivele presioni madje, presion pozitiv do të quaj në këtë rast, sepse në fund flitet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani, dhe jo thjesht integrimi në letër, më falni që ndërpres, sepse e tha zoti Mekalis sot, aty do ndalem tani. Jo vetëm integrim në letër, por integrim me merit. Sepse ti mund të futesh Bashkimin Evropian, por nuk e plotësuar asnjë standard. Futesh për shkaqe gjeopolitike. Pra, ne ndërkombëtarët, që ti do ta përmbledhje tani përmes një analize tënde, qoftë nga takimi i dieshëm, po qoftë dhe nga ajo çfarë do të theksoje nga ajo çfarë dëgjuam sot edhe apo dhe elementi tjetër i Komisionit Jashtëm që ti përmend, raporti i Komisionit Jashtëm e kështu me radhë. Çfarë po paralajmërojnë ndërkombëtarët për Shqipërinë tek e fundit? Fakti që thonë, këtu është ngritur në nivel sistemi, infiltrimi i krimit të organizuar dhe ndikimi i krimit të organizuar në zgjedhje, në jetën shoqërore, apo në gjitha fushat e shoqërisë shqiptare. E dyta, fakti që kryeministri ka dalë hapur dhe po mbron zvendçen e tij, duke mbrojtur kështu veten e vet dhe duke sulmuar në mënyrë aktive dhe agresive gjyqësorin. Dalon pa këtu? Pa dashur të ndërpres vjen logjike. Pse ndjeshmëria është kaq e lartë? Është kjo një përgjigje më shumë për ata që na ndjekin. Pse ndjeshmëria është kaq e lartë nga europianët për çështjen Balluku? Si e lexon ti? Po sepse mund të ishte Balluku, mund të ishte një ministër tjetër, pa diskutim. Pse? Përveç rasteve të korrupsionit që zonja Balluku është e përfshirë dhe që janë në shifra maramëndse, të vjedhjes që është bërë qytetarëve shqiptarë, se në fund të ditës janë ata që vidhen, janë ata që paguajnë taksat dhe këto taksa shkojnë në xhepat e pushtetarëve dhe ne shikojmë se si janë rrugët në Shqipëri, se si po kolapsojnë dhe gjithë infrastruktura. Duam shumë të di nga është ti vetë ke lexuar nga këto deklarata, çfarë ke kuptuar ti? Pse janë ata të ndjeshëm ndaj kësaj çështje? Unë do ju përgjigjem shumë sinqerisht. Zoti Rama për 10 vite, diçka më shumë, është paraqitur tek ta si garanti i reformimit të sistemit të drejtësisë. Që për ne që jetojmë këtu në Shqipëri dhe që e dimë, e njohim situatën dhe e njohim vetë atë, është absurde, do me thënë që ai të jetë garanti, por ai kështu është paraqitur. Dhe tani ata me gjithë mbështetjen e pakufishme që i kanë dhënë një licencë që nuk e ka pasur askush në Shqipëri. Duke mbyllur dhe jo njërin sy, po të dy syt ndaj korrupsionit të madh, ndaj shpopullimit që është bërë, se shpopullimi nuk është bërë vitin e fundit që janë ndërgjegjësuar ndërkombëtarët. Shpopullimi ka qenë 2014 që ka nisur. Kanabizimi i vendit në 2015, kanabizimi i vendit përputhet dhe me rënien e euros. Në atë vit ka filluar rënja e euros në mënyrë të pandalshme, duke dëmtuar eksportet shqiptare. Më pas bujqësia që është në kolaps, industria e kështu me radhë. Janë disa fenomene në vetvete. Gjithë këtë kolaps të gjithë shoqërisë shqiptare, të ekonomisë dhe jo vetëm, ata nuk e kanë parë. Por janë fokusuar tek drejtësia dhe zoti Rama ka bërë një marketing shumë të mirë të vetes së vet, duke thënë që unë jam garanti i drejtësisë këtu dhe nuk ka asnjë të paprekshëm. Por na doli që pas ka të paprekshëm dhe është për sa kohë sulmonte opozitën, për sa kohë sulmonte opozitën. Dhe përputhej ky sulm i opozitës edhe me lobimet ndërkombëtare të tij, me rrjetin e të majtës, sidomos të majtës radikale ndërkombëtare që e mbronte atë lidhjen me shtëpinë e bardhë që kishte për 4 vitet e presidencës Biden. Pra, gjithë të ndihma e Alex Sorosit që jepej pa kursim. Pra, ti do thuash tani që çështja Balluku, se dua ta përshpejtoj pak këtë që dalemi në elemente të tjera. Çështja Balluku praktikisht i nxori në pa ndërkombëtarëve edhe luftën e Ramës me drejtësinë, pra jo thjesht korrupsionin në nivele të larta, por edhe luftën për ta mbrojtur. U tregoi atyre se kush është në të vërtetë Rama. U tregoi atyre që deri tani ai e ka përdorur drejtësinë për të goditur politikisht kundërshtarët e vet,
që derisa ti përdor drejtsin nuk i mundot politikisht. Kanë parë se çfarë sistemi është ngritur këtu në këto 10 vite, që është larg të qenit një sistem demokratik, dhe në këtë moment që ka ndryshuar dhe situata ndërkombëtare, dhe situata dhe administrata amerikane, dhe spaku ka një presion tjetër nga i 4 viteve të shkuara, ka një presion më pozitiv për qytetarët shqiptar, ose në interesin e qytetarëve shqiptar, dhe ka shkuar nga merrej me veshjet e gruas e bashkëshortes së kryetarit bashkisë, dhe nuk merrej me incinerator